Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku ma tregoi këtë sekret. Qepa është plot me vitamina dhe trajton këto sëmundje. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Për ekspertët, qepa është një ushqim i klasit të parë, por jo vetëm në përdorimet e kuzhinës. Bashkë me shegët dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë dhe është e dobishme në trajtimin e shumë problemeve kronike, siç janë ato koronare, diabeti e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi me mikrobe. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionet e shëndetshme të hormoneve e të tjera. Qepët arrin të mbrojnë në zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban gjithashtu tensionin e gjakut. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepët nuk mjaftojnë që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ato ju vinë në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Fal qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë në qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore, citon nutrient. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë me patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepët e gatuara nuk humbasin shumë prej aftësive të tyre mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në gatime, në peshk ose edhe në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira të organizmit. Këshilla është që të hani të paktën një qep në ditë për të marrë përfitimet e saj shëndetësore. Qepa dhe hudhra janë elementi kryesor i gatimeve në kuzhinë. Shumica e gatimeve kanë nevojë për qep dhe hudhër për një shije më të mirë. Qepa jo vetëm që jep një aromë të shkëlqyer gatimit, por gjithashtu është edhe shëndetshme. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që qepa ofron në shëndetin tuaj. Nëse preferoni të mos mendoni shumë për bakteriet e trupit, qepa është një zgjidhje e mirë. Ne gjithashtu kemi një sasi të madhe të bakterieve që jetojnë brenda në trupat tanë duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë fibra probiotike të cilat janë të mira për zorrët tuaja. Ato mbajnë të shëndetshme florën e zorrëve dhe rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e elementeve bakterial, të cilat janë të mirë për sistemin tretës. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës në gjakun tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon rrezikun e mpikses së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep dhe ato shtojnë shumë aromë. Pra shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja se sa pak krip shtesë për shembull. Kripa është e dëmshme për presionin tuaj të gjakut, ndërsa qepa ju sjell shumë përfitime. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për personat që kanë luhatje me sheqerin. Studiuesit kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjakun e kafshëve ulën ndjeshëm pas përdorimit të qepës. Shkencëtarët mendojnë se squfurit e qepa bën që prodhimi i insulinës të rritet gjë që ul nivelin e sheqerit. Studimet tregojnë se përfshirja e qepës në dietën tuaj do të ofrojë përfitime të mira edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit. Qepa është shumë e pasur me oligoelement si sulfuri, potasiumi, magnezi, fluori, kalciumi dhe fosfori dhe vitaminat. Enzimat aktive të qepës kanë veti diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tretës. Normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë gjithashtu në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjalt është një recetë ideale kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Ju mund të bëni gjithashtu gargara me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të fytit. Qepët përmbajnë sulfur. Ky i fundit nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokut dhe pastron fytyrën nga aknet. Qepët njihen gjithashtu si një afrodiziak shumë efektiv për trupin tuaj. Është e rëndësishme për sistemin kardiovaskular.
Substancat e sqafurit parandalojnë trashjen e gjakut dhe formimin e trombeve. Në këtë video, sipas Brejcaj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që qepa do të ofrojë në dietën tuaj. Ju lehtëson dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qep, mbani atë gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe vetit antiinflamatore dhe antibakteriale të qepës do të parandalojnë infeksionet. Shërojnë në djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe djegjet nga dielli. Qepët do të lehtësojnë dhimbjet në çast dhe do të përshpejtojnë procesin e shërimeve të lehta të djegjeve pa lënë shenja. Zbeh shenjat e plagëve. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë tavën ose sobën duke e pastruar gjatë gatimit, mjafton të mbuloni zonën e prekur me qep, dhe jo vetëm që do të lehtësojë, por do të ofrojë një rigjenerim më të shpejtë të lëkurës suaj. Konsumi i qepëve ndikon pozitivisht në organizmin tuaj, duke u mbrojtur nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë sulfur, mineral i cili ka veti antimpiksje. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombociteve të gjakut, shkaku kryesor i ataku në zemër. Konsumi i rregullt i qepës gjithashtu ul kolesterolin në gjak, gjë që është e rëndësishme edhe për zemrën tuaj. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin e lëkurës dhe mund të ofrojë gjithashtu një përfitim më të mirë në bukuri dhe shkëlqimin e lëkurës dhe flokut tuaj. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do e bëjë lëkurën tuaj gjithashtu të duket më e shëndetshme dhe të parandalojë irritimet e mundshme që vijnë edhe nga puçrat. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë në uljen e temperaturës. Kjo metodë në duke si shpikje nga gjyshet tona është në fakt një trajtim i pranuar edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prerë në shputën e këmbës dhe do të shikoni si do të ulet temperatura në pak minuta. Qetëson lëkurën nga pickimet e grerzave ose insekteve të tjera. Nëse një blet ose një grerzë ju pickon, vetit antiinflamatore të qepës do të parandalojnë reaksionet alergjike. Qepa gjithashtu është një produkt shumë i mirë edhe në rritjen e cilësisë së trupit tuaj. Cilësitë e mrekullueshme të qepës i ka vënë në dukje profesor Viktor Greenwich, i cili zbuloi për herë të parë për komunitetin shkencor ndërkombëtar se qepa ishte aftë të kompensonte dëmtimet që sillte në gjak një ushqimi i ndyrshëm. Kjo u vërtetua edhe nga Universiteti Amerikan George Washington i Bostonit, duke shtuar që substancat e qepës nuk lejojnë krijimin e gjaktë-mpiksjeve të formave të trupave të vegjël, të cilat bllokojnë arterjet duke shkaktuar aksidente vaskulare dhe cerebrale, si tromboza e të tjera. Efektet të veçanta të qepës janë vënë re gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të zorrës së trashë dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Instituti Farmakologjik Mario Negri në Milano, në bashkëveprim me një grup studiuesi zvicerian, përmes 8 studimeve të ndryshme rezultoi se njeriu që ha 7 herë në javë qep ul me 50% mundësinë për të prekur nga problemet e zorrës së trashë. Qepa ndikon gjithashtu edhe në mënyrë efikase në të mirë të sistemit urinar, të prostata e të tjera. Studiues të shumtë kanë vënë re se qepa është shumë e nevojshme për njerëzit që vuajnë nga diabeti, pasi ul përqindjen e glukozës në gjak. Ajo që është më interesante është roli i saj në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, ku bie në sy roli i substancave të saj të quajtur quercetin. Një lloj substance mbrojtësi kardiovaskular, veçanërisht kundër arteriosklerozës. Qepa përmban veti me substanca sqafurit, të cilat e bëjnë atë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Spitali Anderson Hospital dhe Tumor Institute kanë arritur të veçojnë se qepa, një substancë e quajtur propolsfuit, me një veprim të jashtëzakonshëm është i mirë kundër radikaleve të lira. Po kështu, edhe shkolla e mjekësisë dhe stomatologjisë së Harvardit në SBA ka zbuluar se duke shtuar një substancë të qepës mbi qelizat e dëmshme të marra nga goja, atëherë do të ofroni një mbrojtje më të mirë të trupit kundër radikaleve të lira. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer e trupit për të marrë të gjitha elementet ushqyes për një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.